A tregon kjo që rrjetet e Shqipërisë për shembull po migrojnë në Kosovë për me prodhu drogën sepse është më e lehtë apo çysh? Fakti dëshmon se personat në bazë hetimeve, ata kanë qenë kryesisht cilët kanë pas njohuri se si duhet kultivohet kanabisi dhe janë shfrytzuar në bashkëpunim me grupin kriminal të Kosovës. Kur po flet për Shqipërinë, kemi vrejt dhe ka pas raste, ka pas operacionet të policisë në lidhje me qoftë identifikimin apo edhe shkatrimin e laboratorëve, kemi pa që ka dhe qytetarë prej Shqipërisë. A tregon kjo që rrjetet e Shqipërisë për shembull po migrojnë në Kosovë për me prodhu drogën sepse është më e lehtë apo çysh? Në vitin 2024, por edhe në vitin 2025, pasi që aktivitetet tona e parandalu në mos të madhe dhe shkatërum shumë grupe kriminale të cilët prodhun drogën indër, siç përmenda Veriun dhe disa pjesë të Kosovës, pasi i shkatërum në ato grupe, tendenca filloi pastaj pati tendencë të kultivimit të jashtëm. Kryesisht kjo ndodh gjatë sezonës verore, fillimisht ishin zonat e kufitare në mes Kosovës dhe Shqipërisë, që në disa raste kemi hasur territorin pikërisht zonën kufitare edhe në pjesë Shqipërisë edhe të Kosovës, po kemi bashkëpunuar me autoritetet shqiptare. Kemi hasur zona pak më të thella në regionin e Pezë dhe Gjakovës në vitin 2024. Gjatë hetimit që kemi zhvilluar për një kohë gjatë, kemi gjetur që grupi ka qenë kryesisht i përbërë nga shumë persona nga Shqipëria edhe disa nga Kosova. Në vitin 2025, pashtu, kemi vret një lëvizje të ndryshimit të regionit, nga më shumë ka pas në regionin e Prishtinës, kryesisht në Podujevë, pastaj në regionin e Gjilanit, ku edhe këtu kemi hasur persona nga Shqipëria. Fakti dëshmon se personat në bazë hetimeve, ata kanë qenë kryesisht cilët kanë pas njohuri se si duhet kultivohet kanabisi dhe janë shfrytzuar në bashkëpunim me grupin kriminal të Kosovës, bashkërisht e kanë bërë prodhimin e asaj droge. Normalisht se kanë më lehtë drejtor këta qytetarë të Shqipërisë me prodhu drogë në Kosovë se sa në Shqipëri? Po tani më është e njohur që në Shqipëria një periudhë gjatë kohore ka qenë më shumë infektuar, si të themi kështu, apo thjesht e frekuentuar nga shumë grupe kriminale për brenda, cilët e kanë prodhu, janë morë pothuajse në nivele edhe pa pas njohuri ndoshta për pasojat që janë duke kultivuar një bimë e cila është e ndaluar, edhe janë morë të gjithë dhe kanë pas njohuri, ndoshta ajo mund të jetë një arsye më shumë që mund ta them. Ato njohuri tani Shqipëria ka ndërmarrë disa aktivitete në këtë drejtim, ka parandaluar dhe ka shkatëruar shumë grupe kriminale të cilët janë marrë me kultivim, edhe ndoshta një pjesë e tyre kanë menduar se mund ta gjejnë tregun e Kosovës të përshtatshëm. Por megjithatë unë me këtë jam i kënaqur me aktivitetin e hetuesve të drejtorisë antidrogës dhe bashkëpunimit që kemi me prokuroritë rajonale, dhe kemi arrit që mos lejojmë që këto grupe kriminale të rriten brenda territorit tonë, apo thjesht ta përdorin Kosovën si një vend të origjinës për prodhim të kanabisit.